Biberica nga Mamurra si tregon për historinë e festimit të Krishtlindjes, kohë që mbizotëron skamjen e familjet, sidomos në zonat e thellë. Ai tregon lidhjet e tij me familjet e besimit musliman, sikurse bashkëton me mirë një vajzë fushkruese nga besimi islam, të cilët ruajnë vlerat e harmonisë fetare. U gëzoshëm kur vite dita e madhe e Krishtlërinjes. Mirë po, me thënë drejtën, kam një histori që më ka ngel mbresa, jo për mirë. Morëm vesh se erdhen portokalla në fshat, edhe ja shkele me vrap me radhë me marë portokalla. Kam nejtë 4 orë më radhë, dhe kur kam shkue, me marron, u marron portokallat, edhe kam shku të shtëpia të qa. Ka qenë viti 66, kur ishëm 10 vjeç. Edhe për mu, ishte kënaqësia më e madhe kur vinin festet. Kishim edhe arra, se zakonisht për Krishtlindje konsumohen arra dhem, atje të ne. Edhe mishë tha derri. Mirë po atë vit, me që ishin zhvillua grumet tani nga jugu i Shqipërisë, na pruni shqitë si portokale. U knaqëm gjithën e shku me zonë radhë me marrë kaj kile portokale. Fatkeqësia ime ishte se sa kam shku unë me marron, u marron portokallet edhe në hypi vaj. Sot ditën e Krishtlindjes, Biberica ka hapur dyert të festojë me miq nga disa zonë të vendit.